Mesnata kishte kaluar prej kohësh dhe shtëpia e Big Brother Kosova ishte futur në atë gjendjen e rrezikshme ku lodhja, xhelozia dhe emocionet e pashprehura bëhen më të forta se arsyeja. Dritat ishin të zbehta, zërat e ulët, por tensioni ndihej në ajër sikur diçka po pritej të shpërthente. Alba po kërkonte krevatin e saj. Ishte një gjë e vogël në pamje të parë, por në atë shtëpi asgjë nuk është vërtet e vogël. Krevati ishte i vetmi vend ku ajo ndihej ende disi e sigurt, i vetmi territor që mendonte se i përkiste. Por kur u afrua, ndodhi ajo që nuk e kishte menduar as në skenarin më të keq. Në krevatin e saj ishte Limi, dhe pranë tij, Bia, për një moment. Alba mbeti e ngrirë. Nuk foli. Nuk lëvizi. Zemra i u ngjesh në kraharor dhe fryma i u bë e rënë. Pamja përpara saj ishte më e fortë se çdo fjalë që kishte dëgjuar më herët atë natë. I njëjti krevat ku ajo kishte fjetur, ku kishte qarë, ku kishte menduar për të 2 muaj rresht, tani ishte zënë. Dhe jo nga kushto, ajo u afrua, hapat e saj ishin të vendosur, por brenda saj gjithçka po dridhej. Nuk ishte më thjesht xhelozi. Ishte ndjenjë e shkelur. Ishte kufi i kaluar. Ishte një përzierje e dhimbjes dhe zemërimit që nuk pranon të hesht më. Çfarë po bëni këtu? Tha Alba, me zë të ulët, por të prerë. Bia u kthye e para. Në fytyrën e saj nuk kishte turp, por habi dhe një lloj mbrojtjeje instinktive. Limi u ngrit pak në shtrat, i hutuar, sikur të mos e kishte menduar fare pasojën e atij momenti. Kjo është shtrati im, vazhdoi Alba. Dilni. Askush nuk lëvizi menjëherë, dhe aty, diçka u këput brenda saj. Alba ju afrua krevatit dhe, pa bërtitur, pa dramatizuar, por me një vendosmëri të ftohtë, e tërhoqi organin. Një gjest i thjesht, por me kuptim të madh. Kufiri është kaluar, dilni tani, tha sërish. Në atë çast, situata doli jashtë kontrollit. Bia reagoi e para, jo duke u tërhequr, por duke sulmuar me fjalë. Zëri i saj u ngrit dhe fjalët dolën më shpejt se mendimi. Ti je lavire e keqe, i tha Albës. Me një ton të ashpër që e theu qetësinë e natës, fjala ra rënë. Jo vetëm mbi Albën, por mbi gjithë dhomën. Ishte një fyrje e rënë, e panevojshme, e lindur nga nervat dhe frika, por që nuk mund të merrej mbrapsht. Alba u shtang për një sekond. Jo sepse u ndje fajtore, por sepse u godit në vendin më të ndjeshëm. Syt ju mbushën, por nuk qau. Jo ende. Ajo nuk ishte ajo që shembet menjëherë. Mos guxo, i tha, me zë të ulët, por të mbushur me një forcë të frikshme. Mos guxo me më fol ashtu. Në atë moment, Limi u ngrit papritur nga krevati. Paniku ju lexua në fytyrë. Ai e kuptoi se situata kishte dalë jashtë kontrollit, se çdo sekond më shumë aty do ta thellonte konfliktin edhe më shumë. Pa thënë asnjë fjalë, pa shikuar as Albën, as Bian në sy, ai u largua me vrap nga dhoma. Ikja e tij ishte e shpejtë, e çrregullt, pothuaj frikacake. Një ikje që fliste më shumë se çdo shpjegim. Ai zgjodhi të mos përballej, të mos qëndronte, të mos mbante përgjegjësi për situatën që kishte krijuar, dhe kjo e lëndoi Albën edhe më shumë, sepse në fund nuk ishte Bia ajo që i kishte borxh diçka. Ishte Limi. Dhoma mbeti e heshtur për disa sekonda. Bia u tërhoq më pas, ende e tensionuar, ende e mbrojtur pas fjalëve të saj. Alba mbeti vetëm, pranë krevatit që nuk ndihej më i saj. Ajo u ul ngadalë. Duart i dridheshin. Tani lotët erdhen, pa zhurmë, pa sken. Lot të lodhur, të thellë, që nuk kërkonin vëmendje. Si arritëm këtu? Mendoi ajo, si u bë kjo shtëpi vendi ku humba jo vetëm njeriun, por edhe dinjitetin tim. Kjo natë nuk ishte thjesht një debat për një krevat. Ishte kulmi i një historie të pasgjidhur, i ndjenjave të shtypura, i zgjedhjeve të gabuara dhe i heshtjeve që zgjatën shumë. Në Big Brother Kosova, disa momente të ndryshojnë lojën. Të tjera të ndryshojnë si njeri. Dhe kjo natë, për Albën, ishte e dyta.